Banorja e Big Brother VIP4, njëkohësisht aktoreja dhe këngëtarja Rozana Radi, si fituese e emisionit Ninja në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, kishte një avantazh në lojë. Për një afat të caktuar kohor, banorët ishin në dispozicion të kërkesave të saj. Rozana zgjodhi që të gjithë meshkujt e shtëpisë të visheshin dhe të sfilonin si vajza. Pas kësaj djemtë u grimuan dhe u veshën me veshje vajzash dhe sfiluan, ndërkohë që çmimin e fitoi Gjesti. Në këtë aktrim të secilit prej çunave të shtëpisë, Gjesti dhe Laerti shkëmbyen një puthje, si kërkesë e Rozana Radi. Pas kësaj në shtëpi filluan debatet mes banorëve, të cilët i kërkonin Laertit të puthte Valbonën për të cilën kishte shprehur një pëlqim. Aldo i tha se si ka mundësi që ka puthur Gjestin dhe nuk ka puthur Valbonën. Laerti e ftoi që nëse ka dëshirë Aldo të shkojë dhe ta puthë dhe Aldo e bëri. Laerti dhe Aldo shkëmbyen një puthje. Të gjitha këto situata u komentuan në prajmin e mbrëmjes së dieshme, ku shumë banorë vunë në dyshim pëlqimin e Laertit për femra. Flirtimet e Aldos i kam parë. Do të përgjigjem me të njëjtat gënjeshtra që ti i hedh si të vërteta. E kam kuptuar që je i dashuruar me mua. Ta dhash mundësinë të më puthësh. Unë jam fisnik, jam bujar. Tu plotësua dhe kjo dëshirë e jetës tënde, të puthje Laert Vasilin, u shpreh Laerti. Ndërkohë që pas të gjitha diskutimeve në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, Amberi ish banorja e Big Brother VIP4 zbuloi disa fakte rreth jetës private të Laert Vasilit. Në një postim në Instastory ajo shkruante: "Përveç pjesës së misionit nga vëllai i madh, Laert Vasili ka patur vërtet eksperiencë me një shoqen time shqiptare transgjinore. Nuk ka asgjë të keqe ta pranoj." Më pas Amber ka zbuluar edhe portretin e vajzës me të cilën, sipas saj, Laerti ka qenë në një lidhje për një vit e gjysmë. Kjo është goca që ka qenë Laerti i lidhur një vit e gjysmë në Greqi. Është transgjinore e famshme në Greqi. Dhe pavarësisht që e ka thënë që ishte mision, historia është e vërtetë, shkruan Amberi.